Normal që pak po, sepse Suedia njihet si një kombëtare shumë e fortë, edhe sidomos këtu në Suedi, domethënë njihet një prej kombëtarëve që është vështirë ta mposhtim, por me ndeshjen që kemi bërë edhe në Prishtinë, tash edhe këtu në Göteborg, mendoj që ka qenë me plot merit, kështu që ka qenë një fitore shumë e madhe, dy fitore shumë të mëdha faktikisht, edhe në Prishtinë edhe këtu në Suedi. Kështu që me të vërtet ishte emocionuese, po me të vërtet një paraqitje fantastike ka qenë. Çka mendon se e bëri diferencën në këtë sfidë nga perspektiva jote? Po mendoj që kemi luajtur shumë mençur, kemi pas një mbrojtje solide, domethënë kjo mbrojtje solide na ka dhënë mundësinë që ta mbrojmë portën tonë dhe ato raste që na vinë në fazën ofanzive të shfrytëzojmë maksimalisht. Edhe ashtu ndodhi, domethënë e dim që kemi kualitete në fazën ofanzive, por më herët kemi pas ndoshta më shumë probleme në fazën defanzive dhe këtë problem mendoj që tash po që na ka dhënë dy fitore edhe në Prishtinë